Veprat e një viti të plot, veprat vjetore, ngrihen në muajin Shaaban dhe paraqiten tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Veprat ngrihen çdo ditë, madje çdo javë, çdo vit, edhe kemi njëkohësisht ngritjen në fund të jetës kur mbyllen regjistrat me vdekjen e njeriut. Veprat ngrihen çdo ditë, madje 2 herë në ditë, prej me lajkeve të cilat i shkojnë ato. Me lajke të cilat i ruajnë veprat, të cilat i regjistrojnë veprat, këto krijesa të cilat janë krijuar vetëm për përmbushjen e urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Me lajket janë krijesa të cilat nuk ja vënë në zgjedhje me vullnet të lirë, por vetëm plotësojnë urdhëresat e Allahut xhalla wa ala. Ndaj dhe Allahu thot, ju keni me lajket ruajtës të nderuar, të cilët shkruajnë veprat tuaja, të cilët dinë se çka ju veproni. Po kështu Lasori thot se njeriu i qëndrojnë 2 melek, nga e djatha dhe nga majta e tij, të cilët regjistrojnë punët, i shkruajnë dhe i dinë dhe apo i ruajnë ato. Nuk ka ndonjë fjalë që ja nxjerr njeriu, vetëm se ka melajket raqibun mbikëqyrës të punës së tij. Atid, do më thënë që janë prezent dhe asnjëherë nuk mungojnë, asnjëherë nuk i largohen atij. قرار واسم وذا مرتضى